kam kënaqësinë të lidhem drejt për së drejti me ish trajnerin Ylli Shameti. Shameti, përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje të gjithë. Atëherë, ditët po afrojnë siç e ceka, për fat të keq edhe bilancet e dëmtimeve po rriten. Pas Manajt edhe Gjimshitit, tashmë na dëmtohet edhe Aslani. Lajmet këqija këto për kombëtaren? Patjetër, ne jemi kombëtare shumë e vogël që të gjithë ata lojtarë që ti sapo përmende janë shumë të rëndësishëm, jo vetëm për ata që kanë në fushë, dhe sa protagonistë kanë qenë të paktën në kualifikimet që ne kemi pasur në Evropianën e fundit, por edhe deri në këtë fazë që jemi, po gjithsesi uroj që gjithë pjesa tjetër t'i zëvendësoj denjësisht. Po, a kemi alternativa mendoni? Për të zëvendësuar, pra ka trajneri opsione me çfarë ke ndjekur deri tani, dhe lista e grumbullimeve pa dyshim që jemi gjithë kurioz për të parë, ndoshta edhe aty çfarë pret me kuriozitet. Shiko, praktikisht të zëvendësosh kapitenin e skuadrës shumë e vështirë. Të zëvendësosh një Aslani patjetër që ka qenë një nga protagonistët kryesorë të kësaj kombëtare përmes fushën, patjetër që është shumë e vështirë. Aq më tepër që ne kemi vuajtur disi edhe pak numri 9 që me shumë zotësi e ka mbajtur në këtë periudhë Manaj, me paraqitjet e tij dhe që po kalon në një formë shumë të mirë tek Sivasspor në Turqi, është përsëri e vështirë. Kështu që të gjithë ata lojtarë që do futen apo ajo përzgjedhje që do bëhet nga trajneri me kujdes, patjetër duke studiuar në mënyrën më të detajuar skuadrën polake që për hir të së vërtetës do kemi ndeshje shumë të vështirë sepse janë ka lojtarë të jashtëzakonshëm. Ata që do futen në fushë me atë ndjesinë që do luajnë për kombëtaren dhe patjetër që me atë potencialin që kanë sepse janë pjesë tashmë të ekipit kombëtar, normalisht duhet t'japin maksimumin që ti zëvendësojmë denësisht këta lojtarë që ju sapo përmendëm më përpara. Muçi dhe Mehmeti, dy emra që po fliten dhe praktikisht po fliten sepse po punojnë shumë mirë dhe po bëjnë mirë në ekipet e tyre respektive. Shikoni si dy emra potencial dhe që mund ta ndihmojnë ekipin kombëtar në këtë fazë, apo ndoshta nuk mund të eksperimentojmë shumë? Me thënë të drejtën, unë Muçin e kam ndjekur në disa ndeshje në Turqi. Po kalon një formë të jashtëzakonshme, ka një talent të jashtëzakonshëm, jo vetëm kur ka qenë në Turqi, por edhe kur ka qenë në fillimet e karrierës së vet. Unë kam pasur fatin të luaj edhe kundra, sepse kemi pasur unë qendërmbrojtës ai Sulmus dhe ka qenë një lojtar me të ardhmë dhe po tregon jashtëzakonisht shumë mirë potencialin tani dhe besoj që është shumë i rëndësishëm në këtë moment për kombëtaren. Kurse për Mehmetin nuk di çfarë të them se nuk është se kam ndjekur nga afër, por më kanë thënë që po kalon një formë shumë të mirë. Besoj se të gjithë ata që kanë arritur të jenë në fokusin e stafit kombëtares, besoj që e kanë atë potencialin për t'i zëvendësuar lojtarët që mungojnë dhe patjetër për të dhënë maksimumin dhe pse jo të tregojnë veten që dhe ata janë aty, dhe ata janë në maksimumin e vet për t'i dhënë kontributin kryesor kësaj kombëtare për të arritur sukseset e veta. Patjetër, po presioni mbi kë mendoni që do jetë, mbi polakët apo mbi ne? Dhe a ka një nivel me skuadrave të teksuar, më aq sa keni ndjekur ju Poloninë në vazhdimsi dhe ekipin kombëtar në vazhdimsi? Shiko, në letra unë mendoj që Polonia do ketë presion më të madh. Patjetër që edhe neve nuk shkojmë thjesht si një ndeshje që duhet ta bëjmë, ta luajmë, por mendoj që Polonia e ka më të fortë atë përkthimin ose atë që duhet të fitojë dhe duhet të kalojë më tej, sepse ka lojtarë të jashtëzakonshëm që luajnë me skuadra shumë të forta. Mos harrojmë që Lewandowski me Barcelonën ishte fantastik në ndeshjen e fundit. Piotr Zelinski po kalon një formë shumë të mirë te Interi. Ka dhe lojtarë të tjerë që në mbrojtësi Arsenalit. Pra janë disa lojtarë që luajnë në të tilla ekipe respektive shumë të mëdha dhe që marrin pjesë në Champions League, por patjetër si kombëtare Polonia po kalon një formë shumë të mirë fal këtyre lojtarëve dhe fal formës së tyre dhe besoj që tek ata dhe aq më tepër që janë para publikut të tyre, patjetër që tek ata qëndron më shumë ajo ndjesia që duhet ta kalojnë se s'bën këtë ndeshje. Dhe këtë normalisht ne duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht, Po, të presionet ta kthejmë në favorin ton. E ku do mbështetemi, Shameti, sipas jush, përballë gjithë këtyre emrave që u përmendët? Lewandowski në një intervistë fundit u shpreh se do fitojmë patjetër përballë Shqipërisë. Pra kombëtarja jon ku do bazohet, do jetë më shumti ajo forca e grupit dhe harmonia apo ndoshta teknika e trajnerit se si do ta ndërtoj skemën? A mund të kemi ndoshta një skemë më shumë sulmuese, mbrojtëse, si e gjykoni?
Jo, mendoj që forca jon kryesore për të ardhur deri këtu dhe për të pasur sukses është forca e grupit. Harmonia që ka pasur skuadra kombëtare në gjirin e vet, besoj që ka arritur dhe na ka drejtuar ne drejt sukseseve. Dhe mendoj se nuk është se kemi big players ose lojtarë shumë të mëdhenj që bëjnë diferencat në momente të caktuara, siç mund t'i ketë për shembull apo edhe Polonia, sepse të kesh një Lewandowski në skuadër do të thotë që ke një armë shumë të fortë kundërshtarëve që ti luan, apo Zelinski, apo dhe lojtarë të tjerë. Unë mendoj që forca e grupit, dëshira shumë e madhe, ajo çfarë ne kemi arritur të paktën edhe në 2016 që jemi futur në Evropian, që kemi marrë pjesë, edhe tani në Evropianin e 2024-s, unë mendoj që ajo besoj do jetë fryma patjetër e ndikuar ose e drejtuar në aftësitë e trajnerit që për hir të së vërtetës unë e shikoj një trajner me potencial të jashtëzakonshëm për të drejtuar këtë kombëtaren që i ka gjetur ato mekanizmat për të drejtuar dhe për t'i marrë maksimumin çdo lojtari që zbret në fushën e lojës. Kështu që të shpresojmë maksimumin. Patjetër. Si shpresojnë të gjithë shqiptarët në këtë moment. Përderisa kemi arritur deri në këtë fazë, do të thotë që shpresat janë, pse jo për të shkuar edhe më tej se kur do ta mendonte, por si kundërshtar, Polonin krahasuar ndoshta me fituesin që mund të kemi ndërmjet Ukrainës dhe Suedis, kë shikoni më të lehtë? Pra kjo sfidë e parë është më e vështirë apo nëse do kishim një nga këto kundërshtar do ta kishim më të lehtë? Si e gjykoni domethënë ju? Shiko, unë mendoj që me Polonin patjetër, shiko, e para që është e vështirë se është transfert. Pavarësisht se sa do ta ndjekin që do jetë mbështetje. Do jetë ajo përqindje vogël si ka, do jetë mbështetje. Të ishte këtu në Shqipëri do ishte akoma më shumë mbështetje dhe patjetër që do përkthesh në një forcë më të madhe për skuadrën. Por unë mendoj që të gjitha këto ndeshje të paktën në këtë fazë janë ekipe të tilla, edhe Suedia, edhe Polonia, edhe Moldavia, Ukraina kanë të njëjtat potenciale dhe të njëjtat mundësi, shanse për të kaluar më tej. Dhe besoj i shikoj aty, por të kalosh Polonin në një transfer kaq të vështirë me lojtarë që janë në top form për momentin, do të thotë që potenciali që ke ti si skuadër përballë çdo skuadre tjetër, qoftë Ukraina, qoftë edhe Suedia, mendoj që do jetë një bonus shumë i madh. Kështu që nuk shikoj për te kësaj ndeshje më shumë se sa shikoj mënyrën se si ekipi jotë kombëtar me lojtarë që do zbesin në fush do t'i qaset kësaj skuadre, se për hir të së vërtetës është një skuadër shumë agresive, një skuadër shumë e fortë fizike dhe mbi të gjitha ka në gjirin e vet lojtarë që po kalojnë një formë të shkëlqyer me ekipet respektive. Shumë e drejtë. Kështu që edhe pak fat na duhet apo jo Shameti? Se jo edhe fati ndonjëherë ndryn në rezultat. Fati shumë i rëndësishëm si në çdo fushë të jetës, në futboll është patjetër shumë i rëndësishëm, sepse ti mund të luash shumë dobët, po mund të kesh një fat jashtëzakonshëm sepse ekipi kundërshtar mund të bëj shtylla, travesa, tjera, ti me një gol në 35 metra ndoshta mund të shkosh dhe të kualifikohesh, sepse i ka treguar jo vetëm kampionati botror, jo vetëm kampionati evropian, po edhe kampionati i Champions League-s apo ato që ne shikojmë çdo javë që fati është shumë i rëndësishëm në futboll. Dajte thash, mirë, meqense përmendet Championsin, dua të ndalem fakt tek Champions League, tashmë janë përcaktuar edhe ekipet çerek finaliste, Bayern Munich dhe Real Madrid, një finale e parakoshme. Si e pritet ju këtë sfidë, cilat janë ndoshta pritshmëri, duke parë edhe formën e të dyja ekipeve? Unë mendoj që në çfarë do lloj mënyre që vjen Reali deri në këtë fazë, na ka mësuar që të çojë trofeun në fund të sezonit. Duke pasur dhe aq shumë mungesa në ndeshjen e fundit me Manchester City-n, arriti të triumfojë bindshëm në të dyja ndeshjet, pavarësisht se Manchester City në ndeshjen e kthimit pati dhe atë momentin jo të vet për medaljen me karton të kuq. Por mendoj që është në habitatin e vet kjo skuadër në Champions League. Ndërsa në krau tjetër shikoj një Bayern Munich që është super i kolauduar, ka një potencial të jashtëzakonshëm në skuadër, ka bërë një rrugtim shumë të mirë dhe me të gjitha skuadrat që të paktën është përballur, besoj që ka qenë një skuadër mjaft e fortë. Besoj
tani është ajo verdikti final nëse ky Bayern është projektuar apo është formatuar apo e ka bërë këtë rrugtim vërtet të sigurt, sepse të përballesh me Realin besoj se kalon një përqindje shumë të madhe dhe arrin një përqindje shumë të madhe për të qenë ai ekipi që mund të triumfojë deri në fund. Okej, Paris Saint-Germain, Liverpool? Janë dy skuadra që kanë shfaqur probleme në fakt në fazën mbrojtëse dhe Paris Saint-Germain dhe Liverpooli. Paris Saint-Germain sezonin e kaluar e nisi jo mirë, po e përfundoi shumë mirë. E njëjta ishte kurse në krau tjetër Liverpooli e nisi shumë mirë dhe u skualifikua gjatë rrugës, nuk pati atë ecurin. Bëri shumë merkato të fuqishme, mori shumë emra lojtarë që kishin spikatur në për kampionatet e tjera dhe në ekipet respektive, por ata nuk janë integruar ashtu siç duhet, ndoshta ndryshimi i kampionatit, ndoshta mënyra se si luan Liverpooli, e kanë fjalën këtu për virt sepse ka qenë një lojtar kryesor dhe kyç të Leverkusen i ka bërë diferencën dhe sot nuk është ai lojtari që mund ta tërheqë këtë skuadër përpara. Po gjithsesi, mendoj edhe Konate dhe Van Dijk në qendrën e mbrojtjes që kanë qenë lojtarët kyç të kësaj skuadre dhe kanë pasur mbani një lloj peshe shumë të madhe të paktën në fazën mbrojtëse të Liverpoolit, nuk kanë qenë në formën e tyre më të mirë. Kështu që në të rësi kjo skuadër ka pasur disa ulje ngritje, por në të tilla faza do shikohet sepse edhe përballë Paris Saint-Germainit mendoj që unë i shikoj të dyja skuadrat me një përqindje shumë të vogël të Parisit se vjen si fituesi vitit të kaluar, si kampion në fuqi. Por e shikoj që nuk është se ka diferenca shumë të madhe, të paktën me rrugtimin që kanë bërë të dyja skuadrat deri në këtë fazë të kampionatit. Mirë, kemi një tjetër përballje në fakt spanjolle mes Barcelonës dhe Atletico. Sa mendoni që katalanasit do të hakmerren për kupën? Po, të dyja u hakmorën në fakt, njëra fitoi shumë thellë në ndeshjen e parë dhe tjetra fitoi përsëri shumë thellë. Pra, të dyja ishin me dy fytyra. Një ndeshje ishte Barcelona shumë mirë dhe Atletico shumë dobët, dhe në krau tjetër ishte Atletico shumë mirë dhe Barcelona shumë dobët. Barcelona vazhdon me atë problematikën që unë nuk e di pse nuk e ndryshon në mënyrën se si ajo mbron, sepse mbron me një mbrojtje shumë në një linjë mbrojtje shumë lart afër mesit të fushës, me një offside artificial që shpeshherë e kanë dëshkuar dhe të pësosh aq shumë gola sa ka pësuar Barcelona. Jo vetëm këtë sezon, po dhe sezonin e kaluar në Champions League, do të thotë që është shumë e vështirë që të përballesh në të tilla faza. Por ka një fazë sulmuese shumë të mirë që ato gola që pëson i rikuperon në mënyrën se si ata shënojnë. Kurse Atletico Madrid e shikoj një më të fuqizuar me Alvarez në sulm. Mendoj që me Lukman që e ka marrë nga Atalanta, unë mendoj që kanë krijuar një sulm shumë të frikshëm. Alvarez është një lojtar jashtëzakonshëm që mund të shënojë nga çdo pozicion, por e shikoj një skuadër më kompakte, një skuadër që nuk mërzitet asnjëherë dhe ditë ta përballojë presionin dhe aq më tepër që një Barcelonë shumë mirë nga kampionati spanjoll. Në kampionatin spanjoll patjetër Atletico Madrid ka qenë gjithmonë ajo skuadra e tretë pas Real Madrid dhe Barcelonës këto vitet e fundit, po ka një trajner shumë të mirë që e njeh shumë mirë Barcelonën dhe besoj që do jetë ajo një ndeshje shumë e fortë dhe një ndeshje Cili ekip mendon që do kalojë? Shiko, dhe kësaj ndeshje unë po jap për nga eksperienca që ka të paktën Barcelona në të tilla kompeticione po jap një përqindje shumë të vogël, por edhe këto të dyja skuadrat i shikoj shumë të barabarta dhe do t'i vendosin episodet e caktuara në 180 minutë që do luajnë midis tyre se kush do kalojë më tej. Më e parashikueshme besoj do të jetë sfida për Arsenalin me Sporting Lisbon, që në fakt këtu besoj anglezët janë më shumë favorizuar apo jo? Arsenali e ka nisur në fakt si pretendent kryesor këtë kompeticion, sepse po udhëheq edhe Premier League-ën me shumë skuadra, shumë bindur, por problemi është që Sportingu na mësoi që në Champions League është e çuditshme, sepse me atë humbje që pati me Bodo Glimtin dhe me atë kthim që i bëri në shtëpinë e vet, asnjëherë nuk duhen në vlerësuar. Gjithsesi patjetër. Bodo Glimti ka qenë surprizë e këtij sezoni. Po surprizë, po të fitosh në shtëpinë tënde 3-0 dhe të humbasësh me shumë gola 5-1 në ndeshjen e kthimit, do të thotë që
Tani ose është kri rakulli i Bodoglimtit nga shiulli në Portugali, sepse në Champions League të bësh të diferencë brenda një jave do të thotë që diçka nuk ka funksionuar ose ekipi vendas që fitoi në këtë rast Sporting Lisbonës ka një potencial të jashtëzakonshëm, por patjetër, unë mendoj që duke parë situatën e Arsenalit, lojtarët që ka, ecurin që ka në Premier League, ecurin që ka pasur në kompeticionin siç është Champions Liga, mendoj se nuk do ta diskutoj Sportingu dhe patjetër që i ka rënë në fthonjza bingo me këtë skuadër në këtë moment. Fati që folëm pak më parë. Mirë, jemi në fund, do doja ta mbyllim me një parashikim për fituesin, ndoshta nuk e di nëse ke ekipin tënd preferuar në këtë fazë ende në lojë. Shiko, do më pëlqente që Bayerni të rikthesh pas shumë kohësh në kampion Evrope dhe mendoj që i ka të gjithë potencialin, por ngelet për të parë. Mirë, Shameti, faleminderit shumë. E di që ju kam marrë kohë nga një ditë feste në fakt, gëzuar edhe Bajramin nëse festoni. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Gëzuar të gjithë shqiptarët, të gjithë besimtarë musliman Fitër Bajramin, inshallah shëndet, paqe dhe lumturi në familjet e tyre. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe